Këto nuk janë pula të as shumë që bojnë vezë, po dikun të 150 dhe në 200 vezë mrena vitit mujnë me i bon. Zakonisht të nisin pas vitit të ri, e kanë kohën e vezëve dhe atëherë nga janari deri në mars është koha kur qelen zajt me shumicë. Pas jemi vetë në fund të vitit 2025, atëherë ta bëjmë një përmbledhje se si ka qenë ky viti 2025 për sa i përket sasisë së prodhimit të vezëve pasi që po e cek që nevojitet plot një vjet. Kur është puna të vezët, si që thash edhe më herët, nuk kam shumë pula që i maj për vezë. Më thonë këto i maj vetëm për hobi dhe kur vjen fillimisht në pranverë i qeli përmi 200-300 copa zëj dhe kur vjen vjeshta i seleksionoj. Dhe më thonë në dimër hy me 4-5 copa që më pëlqejnë mu, që e di që japin zëjt mirë, zëjt cilësor, zëjt kvalitet, sepse të gjithë maraklit e kësaj race jemi në garë se kush po i nxjerr më të mira. Padili beson se puna ndershme dhe përkushtimi janë çelësi i suksesit. Çdo ditë mëson diçka të re nga përvoja e tij me shpezët, duke zhvilluar vazhdimisht këtë pasion. Kjo është piklajka e Kosovës, më këtë ka marrë qeveria ose ministria në mbrojtje, tirët piklajka e Kosovës, edhe tash kjo pulë është e kompletune, tash është e gatshme që të merë pjesë edhe në Panajër. Shamëll tash i ka unozat. Unozat janë shoqatës cilën e kemi themelu të kësaj race. Shoqata është shoqata e raca autoktone, gjeli kosovar. Më këto janë unozat të cilat u jepen maraklive me kode. Që sa vite merr pjesë në Panajër dhe sa kanë rezultate të suksesshme për ty? Po deri tash kjo racë nuk është vlerësuar ndërkombëtarisht, sepse e kemi pas vështirë me fut në Bashkimin Evropian ose në Unionin e Kafshëve të imta në Bashkimin Evropian. Si vjet me gjasë kemi triumfu kashi Serbisë, sepse Serbia konsideron si punë të vetën. Dhe e kemi pas vështirë ta fusim në Unionin Evropian. E kësaj radhe në një mbledhje në Rumani, përfaqësuesit tanë atje kanë triumfu dhe kjo racë është pranuar si racë autoktone e Kosovës. Ta shohim derisa të na bin licencën dhe të vinë ekspert ndërkombëtar që ta bëjnë vlerësimin se deri tash është vlerësuar vetëm me ekspert vendor. Padili na njohi edhe me pjesët e tjera të mini fermës së tij, për të cilat kujdeset shumë. Pikërisht është vetëm një mini fermë dhe këto janë ndarje që i bëjnë në grupe për me i qelë zejt. Më thonë, secili për shembull kur vjen puna për me i qelë zejt, për shembull muj me nda 3 pula të mira me një gjel, ose 2 pula dhe një gjel, dhe prej atyni me nxjerr zej sa më kualitativ e më produktiv, edhe më të shëndetshëm. Po pastaj sa është e vështirë për ty të kujdesesh për to edhe për aspektin e shëndetit, ndoshta që ti vaksinosh në kohën e duhur? Është shumë e vështirë se është një ndër racat më të ndihshme. Është shumë e ndihshme, është shumë e vështirë me rrit gjithë zejt. Domethënë unë detyrohem me ble ilaçe jo vetëm në Kosovë, po edhe në Zvicër. Çfarë ilaçi është ai që nevojitesh me dalë deri në Zvicër për me e ble? Jo, faktikisht unë nuk dal në Zvicër, po kam njerëz atje që shkojnë mi blejnë. Janë ilaçet atje më të forta dhe më të mira janë për pastrim dhe sterilizim të gjithë oborrit ku rrin pulat.